Një mbrëma video radhës për javën që vjen, përqendrohuni në situatën që jeni duke jetuar për momentin dhe zgjidhni një nga dy versionet, grupi i parë dhe grupi i dytë. Ju them gjithmonë që tarot janë, leximi që bëjmë këtu është një lexim i përgjithshëm, do të thotë që nëse nuk ju përshtatet 100%, bani vetëm atë pjesë që ju përshtatet juve ose dëgjoni grupin tjetër. Gjithmonë unë përpiqem që t'i gjej mënyrat ose të shpjegoj në të gjitha rastet apo versionet me situatën që juve ju përshtatet për momentin. Qofse shikni që kjo nuk është për mua, atëherë mos e dëgjoni dhe në fund dëgjoni grupin tjetër ose prisni për të dalë javës tjetër. Fillojmë me ata të grupit të parë. Për ata që zgjodhen grupin e parë, çfarë ka java që po vjen, çfarë do sjellë? Mirë. Për ju që zgjodhet grupin e parë, mund të jeni në një moment sepse fillon direkt hapja kështu tek prerja, në një moment që jeni të dëshpëruar për situatën në cilën ndodheni, që i keni, si të them, boshatisur shpresat që diçka e mirë mund të vijë. Këtu jeni në një situatë ku sikur nuk keni rrugë tjetër nga t'ja mbani, le të themi kështu. E fillojmë me këtë letrën që është drejtësia, ose kjo le ta themi është ka kuptimin e ringjalljes, është si të themi kur del përpara jo para drejtësisë njerëzve, po përpara drejtësisë hyjnore dhe t'i jepet ajo që ti meriton, po vlerësimi jo se çfarë ke bërë në jetë. Kjo është arkana e parafundit e arkanave të mëdha. Kjo letra ka kuptimin që më në fund të qartësohen mendimet dhe ose zgjohesh nga ato mendimet e tua dhe fillon të kthjellësosh idetë apo qëllimin që ke në jetë. Edhe kjo këtu është që po e do e them pak në mënyrë përgjithshme, pastaj do t'ju sqaroj. Dhe kjo letra këtu më thotë që ka një rrugë apo një vendim që keni marrë për një ndryshim, ose për një rrugë që do të bëni, ose për një ndryshim për të ecur përpara. Tani, për shumë prej jush, mund të bëhet fjalë që juve keni marrë një vendim, keni parë gjërat të qarta, mund të keni filluar një punë të re, nuk po them që ka ndodhur tani. Kjo mund të jetë diçka që ka ndodhur 4, 5, 6 muajt e fundit, paka shumë, që keni marrë një vendim, u qartësuar me mendimet e tuaja, nuk do të rrim më këtu dhe keni ndërruar situatën, por del që kjo situata, shikoj se ka fali, po del që kjo situata momentalisht nuk është ashtu siç juve e kishit parashikuar ose siç juve e kishit dëshiruar, sepse këtu jeni në këtë momentin ku jeni shumë të dëshpëruar për ecurinë më tutje ose si ta them. Kjo është edhe kur je shumë e lodhur në maksimumin e lodhjes tënde fizike, por edhe mendore. Shtatat janë mendimet tona, janë konfliktet tona të brendshme, por janë edhe konfliktet, si ta them, sepse janë shenjat e ajrit, është Merkuri, janë bisedat ndër veprimi me njerëzit e tjerë. Kjo është dhjeta e shpatave, ka dhe kuptimin që më në fund një çështje kaq e dhimbshme, kjo një dhimbje kaq e madhe, një lodhje kaq e madhe mbyllet, merr fund. Siç ju thash, për shumë prej jush, sepse këtu kemi dhe forcën, pastaj që ju merrni forcën, kurajon përpara për të ndryshuar gjërat ose për të bërë diçka për të dalë nga kjo situatë. Tani, dy gjëra janë shumë të rëndësishme për të thënë. E para që dhjeta e shpatave ka gjithmonë kuptimin brenda jush është më keq se ç'është jashtë, në kuptimin nëse situata për jashtë nuk është aq keq, juve e ndjeni shumë më keq dhe e rëndoni veten edhe më tepër duke thënë ky është fundi, unë jam tepër e mërzitur. Tani,
Si që thash, për ata që këtu mund bëhet fjalë për dikë që ka një çështje, një çështje situatë pune që e ka ndryshuar prej pak kohësh apo që është larguar nga ai pozicion, ka filluar një gjë komplet të re dhe kishte shumë shpresa, dëshira të mëdha dhe nuk doli ashtu siç ishte, është zhgënjyer, thjesht më tepër është zhgënjyer me veten e saj se sa me ambientin, situatën përreth. Por që gjithsesi kjo javë do t'ju japi, po fundi i javës me shumë mundësi do t'ju japi një lajm ose një gjë të re e cila do t'ju inspiroj që të ndryshoni diçka dhe të shikoni gjërat pozitivisht, ose në atë pozicion, në atë punë në të cilën jeni, këtë punën e re që po ju duket kaq e tmerrshme, nga fundi i javës do kuptoni ose do merrni një sinjal, diçka që do kuptoni që nuk është aq keq, që me vullnetin e forcën tuaj ju mund të arrini kaq dhe shumë më tepër. Pse thash atë të lajmit, sepse kam edhe këtë dhe pash, kështu që dohet ta nxirja këtë kalorësin e bastonave, që ky është lajm në kuptimin e vërtet fjalës, është dikush që po vjen drejt jush, një njeri që mund të jetë edhe i ri, po një njeri që flet shpejt, që është shumë aktiv, që shumë bën shumë gjëra në të njëjtën kohë, i cili me shumë mundësi do t'ju sjellë një lajm që do t'ja ndryshojë mënyrën se si e shikoni këtë situatë, sepse duket sikur e shikoni shumë zymt për momentin. Në qoftë se bëhet fjalë për dikë që ka një çështje të mbetur pezull, gjyqi apo diçka e tillë, do t'ju thoja bëni mirë që ta shtyni këtë javë, ose nëse është e mundur, ose diçka që ka, jo gjyqi, sa them diçka që ka lidhje me anën shtetërore, në shkrim të çështjeve të shtetit ose të kontratave të reja, do ishte më mirë që ta shtynit këtë javë, ose lëreni në fund të javës, do të thënë mbasditja e enjtës ose të premten, ose lëreni për javën tjetër nëse do kishit mundësi, sepse jo se do jetë e keqe, por mund ndodhi që këtë javë jeni kaq të dëshpëruar për të mbyllur një çështje, për të larguar nga një punë apo për të larguar nga diçka që jeni kaq dëshpëruar sa do firmosin çdo gjë që dilte. Prandaj unë do thoya mendoheni, spostoheni në fundjavë ose javën e ardhshme dhe shikojeni gjërat mirë, se ndonjëherë kur do t'i mbyllë shpejt të hapen punë të tjera më të mëdha. Tash për ju që e shikoni për dashurinë. Këtu bëhet fjalë për dikë që është shumë e dëshpëruar pas një ikje, pas largimi, kjo letra këtu ka dhe kuptimin që ju e qartësuat që ai personi ose i thatë mendjes tuaj që okay, tash është e qartë, ai nuk vjen më, ç'ai ishte, secili në punën e vet, dhe kjo ju ka dëshpëruar dhe më shumë. Do ta shikoni që këtë javë, do të thënë ky është një person që është larguar, nuk ka kontakt, do ta shikoni që këtë javë ju do gjeni forca. E di pse do thënë ju do gjeni, se nuk është se pa pritur u zgjodhi dhe the shiko se unë tash do çohem. Edhe mund të ndodhi kjo, po rrallë. Kjo letra këtu është letra e forcës ose fuqisë, është një nga arkanat e mëdha, që do të thotë tu do ndodhi diçka, do të ketë një shtysë, një lajm apo diçka të cilën do t'ju bëjë që të qartësoni idetë tua dhe të kuptoni që shiko se unë vlej më shumë se ai që iku, ose unë vlej më shumë se kjo vuajtja që po kaloj. Dhe këtu për shumë për jush mund të bëhet fjalë edhe për një person i cili vinte dhe ikte, domethënë një lidhje on-off që më në fund kjo dhjeta e shpata ka kuptimin më në fund një cikël vuajtjesh mbyllet dhe ju i vini kapakun dhe shikoni dritën përpara dhe shikoni jetën tuaj dhe thoni shko se më shumë se veten time nuk dua njeri tjetër. Dhe kjo është një gjë shumë pozitive për çështjen e dashurisë, sepse pastaj kemi këtë këtu që kjo kalorësi këtu nga ana e shpirtërore, nga ana e dashurisë mund të interpretohet si një mashkull i cili është një njeri shumë tërheqës, një njeri shumë, si ta gjej fjalën që mos bllokohen videot, është një njeri shumë kreativ, një që bie në sy në pamje të parë. Ky është një njeri i ri në jetën tuaj, nuk është ai për të cilin juve keni qenë keq dhe jeni mërzitur. Ky është dikush që bën shumë gjëra në të njëjtën kohë, por që është edhe një njeri shumë qefli. E kam gjetur fjalën e duhur.
Mund të filloj diçka që t'jetë me baza si fillim vetëm tërheqje e 2 anshme, por që mund të ketë edhe diçka më të thellë se sa kjo. Të javë një gjë ndryshon, ose vjen një person i ri në jetën tuaj që ju bën të kuptoni unë mbaroj koha ime e vuajtjes dhe dua të shikoj diçka të re në jetën time, ose se nuk po di këtu. Ose vjen një lajm ose një ndryshim, një kthes në jetën tuaj që do t'ju bëjë dikush që do t'ju nxjerrë nga kjo situata në të cilën jeni. Okej, se harrova të merrja edhe këto 2 letrat siç marrën gjithmonë për ata që zgjodhen grupin e parë. Tani dilin. Më bukur s'ka këtë. Ka dalë edhe ylberi, ka dalë edhe dielli. Ylberi, pjesa më e vështirë e një situate ka mbaruar sot. Dhe është siç ju thash unë, fjalë për fjalë, domethënë kjo 10 shpatave është çfarë ishte që ju lëndoi që po ju drishte zvar mbaroi, e mbyllët atë kapitull. Dhe një kreativiti, ide të reja krijuese dhe aventura të reja, thot një fillim i ri, i freskët dhe i ri. Është konkretisht kjo që e thash, një person i ri që do t'ju nxjerrë, jo domosdoshmërisht ju pa dhe u dashuruat edhe, por që do dalloni që ky është një njerëz që do t'ju nxjerrë nga, mund të jetë edhe një mik, mund të jetë një person shumë i ngushtë që do t'ju japë një mundësi, ose si ta them, që të bëni një udhëtim së bashku, që të bëni diçka së bashku dhe ta hiqni mendjen nga ato streslikove të tanishme, por që sigurisht kjo javë që vjen do t'ju sjellë fundi javës, do t'ju sjellë mbështetje në njerëzit që ju rrethojnë, jo ata që kanë ikur, por njerëz të rinj që afrohen tek ju. Jepini një mundësi, ose jepini, si ta them, vetes tuaj mbi të gjitha një mundësi, po i vlet këto, sepse do hap edhe këto letrat e tjera për ata që shikojnë më tepër për dashurinë. Çfarë kemi për ata që të grupit të parë? E kaluar është. Shumë bukur. Unë mendoj që kur letrat duan të çojnë një mesazh, këmbgulin gjithmonë në atë mesazh. Pse? Unë ju thash një fillim i ri tek këto letrat me mesazhe, ju thash një fillim i ri tek tarot, dhe këtu më del përsëri fëmia, që është një fillim i ri, diçka që do nisi nga e para, diçka e re. Po tash duhet t'ju sqaroj edhe diçka tjetër. Këtu më del zonja e vjetër. Për disa prej jush, jo për të gjithë, nëse sigurisht, për disa prej jush mund bëhet fjalë për një marrëdhënie, për një martesë të mirëfill, për një çështje divorci, për diçka e tillë që ishte edhe arkana e gjyqit aty. Mund të jetë janë kujtime të kaluarës. Sepse kjo letra është e kaluara juaj, kujtimet ose nostalgjia që nuk e lë të ecni përpara. Po megjithatë këtu është edhe zonja, edhe ky zotëria, edhe kjo zonja e martuar. Ose mes jush jeni ju të dy që jeni bashkëshort, ish bashkëshort, një çift që ndahet dhe ka fëmijë në mes dhe duhet të diskutohet çështja e fëmijëve dhe prandaj më del dhe këtu përsëri fëmia. Ose për disa prej jush bëhet fjalë për një çështje të, domethënë njëri prej jush, ose nëse jeni femër, për një femër e cila ka fëmijë në mes dhe ky person tjetër nuk e, si të themi, nuk e ka marrë shumë seriozisht, e ka marrë vetëm si një marrëdhënie fizike me idenë që nuk do të lidhen për një kohë të gjatë, le ta themi kështu. Këtu kemi i dëshpëruar nga xhelozia dhe delirantët. Kjo letra është po ashtu si 10 e shpatave, si kjo këtu, që jo se je detyrimisht i dëshpëruar nga xhelozia, jeni ju që në këtë moment jeni vërtet shumë të dëshpëruar ose shumë e vrarë shpirtërisht, s'po gjej dot fjalë.
se këtë kuptim ka kjo letra dhe kjo të delirantët jeni në këtë moment në kaos, jeni pa një plan konkret dhe nuk e dini se si të vazhdoni. Prandaj ju thash shumë prej mund të jenë duke dalë nga një lidhje afatgjatë, që ka qenë një kohë shumë gjatë, që ka fëmijë në mes, që ka prona të cilat duhet ndarë diçka e tillë dhe prandaj jeni në këtë pikë të dëshpëruar sepse ju duket jam pa asnjë plan vazhdimi në jetë, por që këtu ka pa diskutim një fillim të ri që do t'ju vi, do t'ju njoftohet këtë javë. Do të merrni vesh diçka që në fillim ndoshta edhe ju do ju duket një gjë që mua nuk është se më prish punë kjo, por që me kalimin e kohës ta kuptoni që kjo ishte më e mira që mund t'ju ndodhte, domethënë. Po unë mendoj që nuk do vi të hënën ose të martën, por që mendoj që mund të vi nga fundi i javës diçka e tillë që dhe më shkruani në komente, ju lutem më shkruani nëse ka ndryshuar diçka apo keni marrë vesh diçka të tillë. Ups. Jo ka shumë do t'i marrim. Para se të vetë të këto. Mendoni fort një person dhe të shikojmë se çfarë mesazhe, çfarë do të t'ju thoshte ky person po t'ju kishte përballë. Çfarë do të t'ju thoshte ky personi? Tani, kjo thot që ka reflektuar dhe thot që të isha larg nga ty më bëri që të sqaroja mendimet e mia, po kjo mund t'i jesh edhe ti që ke sqaruar mendimet. Kjo është do doja që ti ta rregulloja kontaktin ose lidhjen tonë. Ky do të flasi përsëri. Do doja të telefonoja, thot te këtu më ndjej sikur një pjesë e jotja e imja thot ka ikur pa ty. Kjo është vërtet një letër që ka kuptimin e asaj që thashin, divorcit e një ndarje afatgjatë, dhe një lidhje afatgjatë, një ndarje që është përpjekur disa herë që të ringjitet apo të ribashkohet edhe në fund pastaj keni ndarë mendje që unë si me këtë si pa thënë ndihem vetëm, kështu që ndoshta jeta një pa buso apo pa plan, por më vonë do ta kuptosh që ke bërë zgjidhje ose që kjo ishte më e mira që mund të ndodhte për shemb. Okej. Të shkojmë të shenjat zodiakale që janë të përfshirë për ata që zgjodhen grupin e parë. Kemi Tashin, kemi Bricjapin, Akrepin dhe Demin. Ja të marrë dhe një, Jupiteri, që është Shigjitari. Dashi, Bricjapi, Akrepi, Demi dhe Shigjitari. Mos harroni, nëse leximi ju përshtatet e gjeni veten dhe ishte për ju, atëherë mos i kushtoni vëmendje pjesës së shenjave zodiakale, sepse mund të jetë edhe ascendenti ose hëna e personave që janë të përfshirë, që me siguri ju nuk ja dini të gjithëve. Ashtu nuk ja di të gjithë njerëzve që më rrethojnë. Okej, le të shkojmë për ata. Kjo ishte për grupin e parë, uroj t'ju ketë pëlqyer. Le të shkojmë për ata që zgjodhen grupin e dytë. Për ata të grupit të dytë, java që vjen, çfarë do sjellë, dyshin e shpatë. Sa shumë dysha pas. Sa shumë shpata. Në tip se bëra kështu? Se ishin shumë shpata. Dhe ju kam thënë, dhe ju them, jo se letrat e shpatave janë të këqija, por letrat e shpatave janë gjithmonë një mbi ngarkesë emocionale, një gjendje shpirtërore jo e qetë që nuk po ju lë të merrni vendimet apo të jetoni jetën ashtu siç do doni. Ne fillojmë me një dysh shpatash, kemi 2 herë dyshe, dysh. Jo se kjo ka ndonjë kuptim të madh, por domethënë konkretisht, por dyshi ka kuptimin je i dyzuar, je në mendime,
për të diskutuar midis dy zgjedhjeve këtë. E filloj me dy shpatash që ka kuptimin ka ardhur koha për të bërë kompromise ose për të marrë një vendim që jo domosdoshmërisht është një gjë e bukur, por që është një gjë që sido që ta kthesh nga ato që të veprosh, kjo është një vendim që duhet marrë, më kupton, të pëlqen apo s'të pëlqen, ose do lëndosh apo jo dikë tjetër, ti duhet ta bësh këtë gjë. Dhe dyshi i monedhave që është përsëri jemi midis dy zgjedhjeve, por ky dyshi i monedhave ka dhe kuptimin, si ta them, ndoshta e duke bërë shumë gjëra në të njëjtën kohë. Për shumë prej jush mund të jetë për shembull që keni menduar për një çështje pune, po e filloj me punën se monedhat janë puna. Dhe kjo është komunikimi diçka që ka lidhje me punën, po si fillim. Ndoshta keni qenë duke bërë dy punë të ndryshme, ose keni qenë duke bërë një punë, po duke menduar për punën më të mirë që çat bëj, gjithkohës duke kërkuar një gjë tjetër. Dhe tu ka ardhur koha që ti jesh i ndershëm me veten tënde, të thuash të vazhdoj unë të rektu, apo të shikoj se çfarë më leverdis mua në jetën time, çfarë më bën mua të lumtur në jetën time. Kemi 5 e shpatave dhe 4 e shpatave, që do të marr dyja. Pse? Po mendoj të filloj nga 5 apo nga 4. Pesa ka kuptimin, kjo letra këtu ka kuptimin e një, në kuptimin e parë fare është një marrëdhënie abuzive, si ta themi. Po jo domosdoshmërisht, jo domosdoshmërisht lidhje, marrëdhënie, martesë në këtë kuptim. Kjo mund të jetë edhe marrëdhënie në punë, që ju e ndjeni veten të pullizuar në këtë, ose jo se s'përgjigjet fjalën, sikur dikush flet pas shpine për ju, ose dikush bën gjëra pas shpine për ju, dhe ju e ndjeni veten të përjashtuar e gjeta. Të përjashtuar, ose kohët e fundit e keni gjetur veten të përjashtuar nga një situatë, nga një çështje tjetër, dhe kjo e ka shqetësuar shumë. Dhe 4 e shpatave është kjo që thot tani më në fund pak paqe ose pak qetësi për veten tuaj. Kjo letra këtu ka kuptimin tërhiqesh nga pjesa tjetër e botës. Kam nevojë për pak vetmi, kam nevojë për të rikorrigjuar ose për të kthjelluar mendimin tim tani. Ose dikush nga ju ka qenë midis dy mendimeve, dy zgjedhjeve që të rrit të vazhdoj këtë, po të filloj për punën, të vazhdoj këtë punën që po më streson kaq shumë, apo të shikoj për diçka tjetër, diçka e tillë. Ose juve thjesht merrni një pushim, shkoni me pushime, ose largoheni dhe mbylleni, domethënë për të qetësuar mendimet tuaja për një kohë të gjatë, ose thjesht ju e keni mbyllur çështjen e kësaj punës që po ju tmerronte, po ju mërziste, njerëz që flisnin pas shpine, njerëz që ju dilnin kundërshtar, jo kundërshtar të hapur, por kundërshtar pas kuintave, dhe më në fund keni vënë kapakun. Pse? Se këtu kemi 10 e monedhave dhe siç ju thash, më përpara 10 është fundit. Domethënë, tarët janë nga njëshit e 10, 10 është kurora, është mbyllja e një cikli, dhe ju mbyllni një cikël që ka lidhje me çështjen e punës dhe të paras. 10 e monedha është shumë fantastike si letër, sepse kjo ka kuptimin, si ta themi, një njeri që tërhiqesh ose tërhiqesh se del në pension, le ta themi, dhe del në pension dhe ke para që të vinë edhe ti, dhe kjo përputhet shumë bukur me 4 e shpatave që ti tërhiqesh, je në një gjendje pa strese dhe gëzon pensionin tënd, ose kjo ka kuptimin që financiarisht i ke arritur në një pikë që me një trashëgimi, me një rritje rroge, një gjë të tillë që nuk të duhet më të sforcohesh aq shumë për të ardhurat e tua. Domethënë, ka ardhur një cikël, tani mbyllja një cikli në punë, që ti të mos stresohesh më kaq shumë se çfarë flitet apo se çfarë bëhet për të marrë atë
ato parat që të takojnë në muaj. Të thoja pse. Mund të jetë edhe një çështje që ka lidhje me gjyqje ose me trashëgimi, se të dyja herët që dolën këto është dhe dikush tjetër në mes që po pret të njëjtat para ose të njëjtën shumë prej jush, do thoja. Megjithatë, nuk do të shqetësoheni. Unë mendoj që kjo javë do ju sjelli vetëm ato që ju do merrni një vendim ose thjesht do thoni që e di çfarë, nuk më shqetëson kjo punë, bëj çfarë doën, nuk flas më dhe merrni një javë pushim apo diçka të tillë dhe qetësoni mendjen tuaj se çfarë doni në të vërtetë. Nga ana financiare nuk duhet të keni problem. Kjo nuk e shqetëson fare, nuk e prish financat tuaja. Kjo është këto gjëra apo këto diskutime apo këto prapaskena ju prishin vetëm anën tuaj emocionale. Kjo është që ju shqetëson ose komunikimi me disa persona. Nëse bëhet fjalë për çështjet e dashurisë, për lidhje, këtu mund të kemi një lidhje dy fishe, sepse prandaj më kanë dalë dy herë tyshat, po jo një lidhje treshe, po katërshe, le të them, që të dyja palët e kanë një lidhje tashmë dhe të dyja palët përpiqen që të mbajnë të gjallë edhe këtë lidhjen së bashku, po kjo është duke ju, edhe kjo shpjegon këtë pjesën e shpatave që është prapaskena, gjëra që ndodhen pas, por që janë gjëra që po ju shqetësojnë, ose po ju shqetëson fakti se si ta mbani të fshehur më tutje, ose po ju shqetëson fakti sepse ju nuk doni më ta mbani të fshehur, edhe duket sikur merrni një farë pauze apo pushimi nga ky personi, edhe mendoj që unë do t'i përkushtohem vetes time edhe shëndetit tim, edhe pastaj të shikoj se çfarë vendimesh do marr në jetë, ose e prisni njëra nga bisedat që unë nuk dua se kjo lidhje po më lodh shumë nga mëndërisht, se po marr një moment pauze, edhe do ktheheni te kjo dhjeta e monedhave që është familja, që është cikli i familjes, që është të kushtosh vëmendje asaj që ke brenda në shtëpi, në atë figurën fillestare të të tarëve. Dhjeta e monedhave është tipike shtëpia, është familja e madhe, është nëna, baba, fëmijët, qeni, macja, çdo gjë që ka shtëpia brenda. Domethënë ju kërkoni një moment paqe, larg nga i konfuzioni apo stresi i momentit, për t'ia dedikuar asaj që keni më të shtrenjtë momentalisht. Më shikoj edhe diçka tjetër këtu. E di që të thoya, nuk është aq keq sa që mendoni. Shumë shpata, shumë shqetësime të mendjes, ju e vini mendjet tuaj shumë në punë, por nuk është aq keq për rreth sa që mund të mendoni, ja? Si që thash, ju nuk keni humbje të diçkaje. Këtu kemi definim financiar, këtu kemi fitime financiare, po kështu që edhe ta lexoni. Kemi fitime të financiare dhe të ardhura që vinë nga diçka që ti ke bërë në të kaluar, pra si thash, ose është një pagesë e papritur që ju kishit harruar dhe që kthehen ato paratë do t'ju merrni në mënyrë papritur, ose është diçka që keni bërë në të kaluarën e cila më në fund sot vlerësohet, ose keni një aktivitet privat të cilit nuk prisit më që kishit fitime dhe gjërat ndryshojnë dhe do merrni fitime, sepse gjithë ky stresi këtu kthehet në para, le ta themi këtë javë dhe në mënyrë progresive. Dhe këtu më doli përsëri, unë thash, nuk e di pse, thash edhe grupi parë, përsëri gjithmonë. Unë kam përshtypjen që kur për çdo grup ka një krye ide, temë, mesazh që do patjetër të tejçohet, dhe ajo do tejçohet në të gjitha mënyrat, sidoqoftë në çdo lloj letre që mund të zgjedh. Dhe kjo thot përsëri, parathot që vinë nga fitore ndonjë llotarie në thonjza, ose një herë që e mirë që ju vjen në mënyrë të papritur dhe ju sjell para, ose thot nga fitimi i një pasurie ose diçka që trashëgoni, ose një gjyq që e kishit të hapur prej një kohe të gjatë dhe që ju ka stërmunduar dhe që ju e kishit harruar, kështu të lëm pas shpinën dhe që më në fund do kthehet në favorin tuaj këtë javë. Okej. Letrat e tjera, për ata të dashurisë se fola pak, se pastaj më thonë nuk ka folë shumë për dashurinë.
Bë shaka. Të shikon dhe këtu. Për ata të grupit të dytë, lidhjen e dashurisë. E pash edhe i tjetër se nuk mund ta lija kështu. Ja filloj me letrën e melankolisë, që nuk ka nevojë që t'ja u shpjegoj se vetë fjala flet, po megjithatë. Kjo është një letër që tregon që e ke mendje tek e kaluar. Një person që mendon akoma të kaluarën. Po ta shikoni edhe pemët janë duke u përqafuar, po duke qarë të kaluarën, si ta themi, kohën që ka ikur, po më shumë je duke qarë kohën, se sa, më fal, se sa duke menduar për vërtet, ose si ta them, është një trishtim për kohën e kaluar, se sa një trishtim për të rikthyer prapë me personin. Thjesht është një trishtim, një nostalgji, le ta themi. Suspiri, kjo është përsëri pak a shumë të dyja letrat shkojnë me njëra tjetrën, se kjo unë ju kam thënë, shikoni, kjo letra, kjo vajza po shikon këtë anije në cila iku, kjo anije iku u largua, po të kthej syt mbas, ajo ka pemët, ka një shigjet këtu që thotë që shiko, kthej kokën pas, ka gjitha dritën, si ta them, të gjitha të mirat, por që kjo është më tepër përqendruar që të kaloj atë trishtimin dhe atë mërzitjen e të kaluar, po jo se isha më mirë ashtu dhe nuk kam kohë tani për të filluar nga e para, le ta themi kështu. Gjithsesi, kjo javë të t'ju sjellë mundësinë për gjëra të tjera, më stabile, më me këmbë në tokë. Dieta e kjo e zemrave, se kështu lexohet. Kjo letra këtu ka kuptimin e një impenjimi, do me thënë një gjë që fillon të hedhi bazat. Ndoshta ju, për disa për jush, jeni në një lidhje në të cilën jeni duke shtyre këtë lidhjen me idenë që po kjo nuk është si ajo që isha më përpara, ose ky nuk është si ai personi që XY dhe jeni duke e krahasuar. Megjithatë, kjo javë do t'ju japë mundësinë që të impenjoheni seriozisht me këtë njerëz, që do të thotë ju do hidhni baza ose për njohjen me dikën nga e para, ose me të personin që sapo jeni njohur dhe sapo keni filluar diçka, do ta shikoni si diçka premtuese ose si diçka që ja flen që ta shikosh si mundësi, dhe këtu kemi Aleksën e Korë, që kjo letra nuk ka nevojë për përkthim dhe për shpjegim, sepse ju festoni ose ka një gëzim, diçka që ndodh, diçka konkrete që do t'ju gëzoj pa mas. E ti pse e pash edhe këtu poshtë, se ja do ta shqetësem edhe këtë. Se po mendoj. Kjo është përsërisja ajo 4 shpata që e thash. Ju jeni në një moment tuaj, domethënë, mendoni që unë jam vetëm dhe nuk shikoni mundësitë që keni përreth, sepse jeni në këtë vetmin tuaj ose në këtë trishtimin tuaj, por unë mendoj që dhe ai personi tjetër që është larguar prej jush është po aq i vetmuar sa ju. Mendoj që dhe ai personi tjetër e ndjen këtë largimin tuaj ose këtë, si ta them, trishtimin që nuk ka komunikim mes jush. Gjithsesi, ju nuk është se i keni gjërat kaq të zeza, ju thjesht nuk doni të shikoni mundësitë përreth, dhe këtu mes jush ka një takim. Ka një takim intim, domethënë kjo javë, ose kthehet ky personi dhe do t'i sqaroj edhe një herë gjërat dhe do të flasi me ju, dhe këtu do bashkoheni në një takim, sepse kjo letra e dhomës ka kuptim, bashkohen në një takim që është më shumë se sa takim romantik, është diçka shumë më personale, më intime. Ose juve mendoni që unë e mbylla me të kaluarën, nuk rrim të presa të personit tjetër, por nuk mendoj që juve jeni akoma tek trishtimi
i ati personit të së kaluarës edhe shumë mundësi ka, ose me këtë personit cilin i keni mbyllur pak bisedat, ose i keni lënë si gjysmë hapur, gjysmë mbyllur, le ta themi, që ky do kthehet këtë javë, ose do keni një lajm, tu ka një gjë që ju rrëmben të dyve pa diskutim. Po kjo mund të jetë edhe një marrëdhënie që ju nuk jeni e vetmja, le ta themi. Okej. Çfarë do donte të thoshte ky personi që po mendojnë ata të grupit të dytë, çfarë do donte t'ju thoshte po t'ju kishte përballë? Të thotë që kjo gjëra, kjo situatë, kjo lidhje, marrëdhënie është bërë pak si si ta themi, si fiksuese për të dyja palët, dhe ai është larguar sepse ka nevojë që të qartësojë mendjen e tij, sepse i duket sikur situata ka dalë pak nga kufit që ai mendonte, dhe ai ka më shumë ndjenja ose është përfshirë më tepër dhe do donte të qartësonte mendimet e tija. Ai mendon që ne jemi të dy duke lënduar njëri tjetrin, siç që thashte më parë, që edhe ai është i vetmuar, por që mendojnë që kjo vetmia të ndeturit larg ju bën mirë të dyja palëve. Dhe ky thotë që jam i penduar dhe doja mos kishte ndodhur kurrë. Edhe një diçka e papritur, thotë, diçka që do të shkojë në mënyrën që nuk e kam planifikuar, siç që thash, mund të ndodhi që të takoheni për të biseduar edhe gjërat të dalin nga kontrolli dhe që prapë përfundoni së bashku në këtë kuptim. Mund edhe të ndodhi kjo gjë, se kjo javë duket që ju jeni të dy akoma shumë të fiksuar në mendimet e njëri tjetrit apo në kohën tuaj së bashku. Ka shumë gjëra për të sqaruar këtu akoma. Nuk ka mbyllje këtu, ka shumë gjëra të lëna pezur. Okej, shenjat zodiakale që janë të përfshira për ata që zgjodhen grupin e dytë. Do t'i që kanë hyrë në veriut. Shigjetari, peshqit, pra peshqit, luani, akrepi, edhe një. Bricjapi më doli prapë. Kemi shigjetarin, peshqit, luanin, akrepin dhe bricjapin, që janë të përfshirë tek grupi i dytë. Kjo ishte edhe për ju të grupit të dytë, uroj që t'ju ketë pëlqyer. Ju faleminderit për çdo like, për çdo koment të bukur që më shkruani. Ju dua pafund, kalofshi javë të bukur.